zgjedhjet vendore në Durrës, njërisi të dy kandidatët kanë modelin e tyre për fajsimin e vazhdimësisë dhe rikthimit. Mblidhet Këshilli Bashkiak i Shijakut, miratohen me shumicë votash të gjitha pikat e rendit të ditës. Përmet 7.9 ballë në Turqi, mira viktima e të plagosur, niset një ekip kërkim shpëtimi nga Shqipëria. Derbi Milanos vishet zikaltër, Milani rrezikon kualifikimin në Kupat e Europës. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, po ndiqni edicionin informativ në Bulevard Televizion. Gara për Bashkinë e Durrësit duket se do të mbetet mes këndvështrimit të qytetarëve se kujt do t'i besojnë, vazhdimësisë së kandidates së Partisë Socialiste që drejtojnë qytetin e Durrësit prej 23 vitesh, apo njeriut që për 10 vite kontribuoi në zgjedhjet e tij të gabuara, duke i lënë pushtetin Partisë Socialiste. Zgjedhjet lokale sapo kanë trokitur dhe bashkë me to edhe klikimet e portaleve anonim në mungesë të një ligji me bashkëpunim dhe rehabilitim drejtorësh. Zgjedhjet lokale në Durrës të paktën këtë radhë do të jenë një risi, sepse kandidon Igli Cara, njeriu që mori barrën e përgjegjësisë në 2013 me humbjen e thellë të Partisë Demokratike, duke qenë njeriu që emëroi të gjithë drejtorët në Durrës. Do të jenë një risi sepse pas largimit pas 3 mandateve të Dakos dhe pas testimit të 2 të tjerëve, Partia Socialiste ka vendosur që të eksperimentojë para qytetarëve me një figurë që më shumë se mbiemri, emri nuk po ja mësojnë dot lehtë. Kështu Igli Cara si kanë mjaftuar më shumë se 8 vite opozit për të larë mëkatet e ish-drejtorëve të Durrësit, përveç atyre që i kanë dalë në pension për të kërkuar një mandat. Partia Socialiste pas një lodhje të tejdukshme kanë mjaftuar pak vite eksperimente me disa emra për të gjetur atë që premton vazhdimsi. E vetmja gjë e përbashkët e atyre është se kanë zgjedhur po të njëjtat media për të komunikuar me dursakët dhe kjo është risi. Mediatikisht të dy po luajnë. Kandidati i mazhorancës duke luajtur me kartën dhe fondet e pushtetit dhe ai opozitës duke luajtur me kartën e një opozite që nuk i ka bashkuar parimi apo hallet e qytetarëve, por thjesht paudhësia që i ka lënë ata pa pushtet. Në të gjithë këtë garë natyrisht që do të ketë një të fituar. Tani është fillimi dhe njëri po mundohet të mbajë ata që i ka zgënjyer dhe tjetri të rikthejë ata që i kanë shërbyer. Kjo do ta bëjë interesante garën e Durrësit në aspektin e kandidatëve përfaqësues. Ajo që mbetet për të riparë është se kujt do t'i besojnë qytetarët, vazhdimësisë së kandidates së Partisë Socialiste që për 23 vjet drejtoi Durrësin, apo njeriu që për 10 vite kontriboi me zgjedhjet e tij të gabuara, duke i lënë pushtetin Partisë Socialiste, madje më shumë se kaq. Igli Cara duket se vjen në këtë kandidim duke kërkuar pendesën e tij për atë që ndodhi me Durrësin që nga viti 2000 ose më saktë zgjedhjet e vitit 2007. Emiriana Sako vjen duke kandiduar si vazhdimsi, duke i thënë qytetarëve që ajo është njeriu i duhur për rekordin që vendosi qyteti bregdetar si i dyti në vend, duke mbajtur 23 vite drejtimin e bashkisë. Përballë do të jenë ish deputeti, ish drejtuesi i Partisë Demokratike dhe njeriu që vendosi gjithçka në Durrës, pra shkosa i la pushteti, dhe ajo që nga zyra e shërbimeve mori përsipër vazhdimsinë, mori përsipër t'i ulte në gjunjë të gjithë drejtuesit e Partisë Socialiste dhe tashmë të jetë njeriu që në emër të tërmetit dhe pandemisë t'i kërkoi voton durrsakëve. Janë dy gjëra të kundërta, jo si qenie fizike, thjesht si përfaqësime politike. Njëra që vjen jashtë politikës nga zyra e shërbimeve që nuk dihet se sa i ka shërbyer qytetarëve dhe një tjetër që ka prekur deri dhe mandatin, por që dikur i tregoi vendin Berishës duke qenë njeriu më i fuqishëm i klanit të ndjerit Sokol Oldashi. Janë dy njerëz të kundërt ku njëra vjen me tezën e vazhdimësisë së asaj që është bërë për 23 vite nga të majtët, e tjetri për të rikthyer modelin e atyre drejtorëve që e shkatruan Partinë Demokratike në 2013, por ama që me fushatën e foltores ishte i vetmi që organizoi jo vetëm takimin me ish kundërshtarin më të madh të Oldashit, Sali Berishën, por e detyroi atë që për hir të një nisme për të justifikuar non gratën, ngriti në këmbë në Durrës për të mbajtur zi pas 10 vitesh që e kishte mohuar Oldashin dhe nuk ja kishte përmendur kur emrin, pa përmendur këtu aksionin se si u ndërruan kutit në Maminas. Gara e Durrësit natyrisht nuk është zgjidhur asnjëherë vetëm me votë, pa qenë në sfond ndërhyrjet e politikës për vjedhje votash, për abuzime po edhe për shitje. Këtë radhë dursakët kanë më shumë mundësi për të zgjedhur, kjo pasi të dy kandidatët kanë shumë për të dhënë për atë që kanë përfaqësuar dhe përfaqësojnë. Kjo nuk ka lidhje as me Vul dhe as me kandidat të tretë. Kjo ka lidhje mes të gjithë këtyre gjërave, pa hyrë në detaje varrezash se kush e vodhi tokën dhe kush po vjedh varret, me atë që ata po japin dhe po përfaqësojnë në këtë garë. E gjithë gara konsiston nëse do të fitojë rikthimi apo vazhdimësia. Të dy kanë modelin e vetëm, përfaqësimin e vazhdimësisë dhe të rikthimit. Është mbajtur këtë të hënë mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak Shijak, ku në fokus ishte miratimi i listave të përfituesve nga programi i zhvillimit të objekteve të reja.
Është zhvilluar ditën e sotme mbledhja e Këshillit Bashkiak të Shijakut me fokus miratimin e disa ndryshimeve të listës së përfituesve nga programi i zhvillimit të objekteve të reja me njësi banimi, si edhe të përfituesve nga procesi i shpronësimit nga programi i zhvillimit të këtyre objekteve. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Shijakut, këtë të hënë janë miratuar dhe kriteret e dokumentacioni për trajtimin me ndihmë ekonomike të familjeve që e përfitojnë këtë shërbim. Ndër të tjera, Këshilli Bashkiak i Shijakut raportoi dhe mbi veprimtarinë vjetore të vitit që lan pas. Ka përfunduar salla e re e kirurgjisë për shërbimin e urgjencës në Spitalin Rajonal të Durrësit. Të pranishëm në këto ambiente ishin Ministri Aman Astirliu, e shoqëruar nga Kryebashkiakja Sako, si dhe deputetët Klodiana Spahiu dhe Alban Xhelilaj, ku janë njohur ndër të tjera dhe me projektin për poliklinikën e re të qytetit. Salla e kirurgjisë për shërbimin e urgjencës është një hapësirë e rikonstruktuar në Spitalin Rajonal të Durrësit, që do të pasohet nga një sër investimesh të tjera në fushën e shëndetësisë së qytetit. Kështu ka bërë me dije Kryebashkiakja Sako ditën e sotme në një vizitë në Spitalin Rajonal të Durrësit, shoqëruar nga Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, si dhe deputetët e Partisë Socialiste për Durrësin, Klodiana Spahiu e Alban Xhelilaj. Ndërhyrjet në Spitalin e Durrësit janë shumë të nervoshme, por paralel me këtë ne kemi dhe qendrat shëndetësore që Durrësi ka fituar një numër të madh rehabilitimesh në bazë të programit të 300 qendrave që ka pasur qeveria shqiptare. Nga ana tjetër, bashkë me njësitë vendore të shëndetit, po punojmë për nxjerrjen në pa gjithë nevojat që mund të kemi në qytetin e Durrësit për rehabilitimin e qendrave shëndetësore, projekte të cilat do t'i bëjë bashkia dhe më tej do marrë edhe përsipër investimin aty ku pronat janë të transferuara në Bashkinë e Durrësit. Të pranishmit janë njohur këtë të hënë dhe me projektin e Poliklinikës së Durrësit, e cila sipas ministres Manastirliu pritet të jetë e përfunduar brenda muajve të parë të vitit 2024. Projekti tashmë është realizuar. Kemi mundësinë që tashmë e buxhetin e 2023-shit, jo vetëm Poliklinika e Durrësit, por gjithashtu edhe Poliklinika e Shkodrës, Poliklinika e Elbasanit të futen në procese të rehabilitimit për të siguruar që shërbimet në nivelin ambulator të jenë sa më efektive, sa më cilësore dhe të kemi mundësi që të ofrojmë për qytetarët një standard të lartë të shërbimit. Shpresojmë që brenda muajve të parë të vitit që vjen ne të kemi përfunduar jo vetëm rehabilitimin, por edhe pajisjen e kësaj poliklinike me gjithë mobilimin e nevojshëm për shërbimet ndaj pacientit, por gjithashtu edhe me imazhërinë përkatëse, edhe me laboratorin që do ketë mundësi pra të ketë sa më shumë shërbime të shtuara dhe nga ana tjetër më shumë qytetarë të shërbyer me më shumë cilësi. Turqia është zgjuar mëngjesin e kësaj të hëne me pamje apokaliptike për shkak të tërmetit 7.9 ball që goditi vendin, duke lënë pas mijëra të vdekur dhe të plagosur. Një tërmet 7.9 ball ka goditur kufirin mes Turqisë jugore dhe Sirisë, duke shkaktuar mijëra viktima dhe të plagosur. Lëkundjet që zgjatën më shumë se 2 minuta me thellësi 7 km, tronditën banorët pas orës 2 të mëngjesit të së hënës, kur menjëherë u shpall gjendja e emergjencës. Ndërkohë vijojnë lëkundje sismike pasi ditën e sotme janë ndjerë sërish tërmete të tjera shumë të fuqishme të magnitudave 7.5 dhe 5.9 të shkallës Richter. Sismologu britanik Stefan Hicks ka cilësuar tërmetin në Turqi si një nga më të këqinjt, duke deklaruar se Turqia dhe Siria mund të presin mijëra pas goditje javët apo muajt e ardhshëm. Ai tha se ekziston gjithashtu një shans shumë i vogël që të ketë një tërmet tjetër më të madh se goditja kryesore. Liderët botror dhe ata shqiptar kanë shprehur solidaritetin dhe mbështetjen për popullin turk pas tërmetit të fuqishëm të mëngjesit të së hënës, që la pas mijëra viktimave të plagosur. Liderët ndërkombëtar janë bërë bashkë për të gjendur pranë Turqisë dhe Sirisë dhe për t'i ofruar ndihmën e nevojshme. Reagime nuk kanë munguar as nga politika shqiptare dhe e Kosovës, ndërkohë që një ekip prej 38 personash janë nisur drejt Turqisë për t'i ardhur në ndihmë autoriteteve dhe popullit për të vijuar operacionin e kërkim shpëtimit. Kryeministri Edi Rama në një reagim shkruan: I pikëlluar thellësisht për lajmin e mëngjesit të sotëm për tërmetin shkatrues që goditi disa pjesë të Turqisë dhe Sirisë. Ngushëllimet tona më të thella për familjet të shumta që humbën jetën dhe urojmë shërim të shpejtë të lënduarve. Një mision shpëtimi do të niset sot për në Turqi. Edhe presidenti Begaj shprehu solidaritetin e shqiptarëve në krah të njerëzve të prekur nga tërmeti.
Thellësisht i trishtuar nga tërmeti shkatrues që goditi Turqinë dhe Sirinë këtë mëngjes, unë dhe shqiptarët qëndrojmë pranë njerëzve të prekur dhe familjeve që humbën të dashurit e tyre në këtë tragjedi të tmerrshme. Mendimet dhe lutjet tona të sinqerta janë me ata. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ka theksuar se Kosova është gati të ofrojë mbështetjen e nevojshme. Bashkëndjej me të gjitha komunitetet e prekura nga tërmeti shkatrues në Turqi. Ngushëllimet më të thella për të gjitha jetët e humbura dhe uroj shërim të shpejtë të gjithë të lënduarve. Solidariteti plot me popullin e Turqisë. Republika e Kosovës është gati të ofrojë mbështetjen e nevojshme. Ndonse kanë kaluar 3 vite nga tërmeti 26 nëntorit, ka ende banorë të Durrësit të cilët jetojnë në kontenjer për shkak se nuk I janë rindërtuar ende banesat. Rasti që Bulevard Televizion sjell sot është ai një zonjë që po jeton bashkë me 2 mbesat e saj, dimrin e tretë në një kontenjer. Ndodhemi në zonën e Plepave, aty ku shpresa Guçe po kalon dimrin e tretë jashtë banesës së shembur nga tërmeti 26 nëntorit, ku ka banuar më parë. Si të mos mjaftoj kjo shpresa Guçe për shkak të një kalvari situatash të rënda sociale, duhet të kujdeset edhe për mbesat e vogla. Mbrëmjet e ftohta të këtij muaji, ajo dhe mbesat e saj po I kalojnë në një kontejner metalik, e sapo dalin nga spitali me të ardhura ekonomike vetëm 48.000 lekë të vjetra. Shpresa Guçe bën apel për ndihmë nga shteti dhe qytetarët. Ndonse shumë shoqata ka ndihmuar, reagimi përfaqësuesve të shtetit ka konsistuar vetëm në një çadër për ta strehuar, duke e lënë atë në një situatë pa rrugdalje, ku vetëm mund të apelojë për ndihmë me lot në sy. Tortur në çadër, tani dhe kondonier, është shumë ngric, është shumë ftohtë natën, llogarit nuk përballon dot 5 batanie. Jemi veti 4, po më smuren fëmijët. Bonën e qiras më kanë hequr, kam 11 muaj. Nuk e di pse nuk më shikon ky shtet, më shikon rrugë sa më shpejt. 48.000 lekë. Ndihmë ekonomike. Unë kërkoj vetëm bazë shtëpie të fus fëmijët brenda se po vdesin fëmijët vetëm me ilaç po I mbaj fëmijët. Është llataria kjo ndeti spital, ndeti edhe unë spital. Kjo tjetra e mbajti goca tjetër. Tani kjo është katastrofë për mua, është një vdekje. Unë nuk e di si do ta kaloj këtë dimër të fuqishëm. Për fëmijët, se unë po e përballoj. Ti lutem të më ndihmoj sa më shpejt. Nuk e di pse po më shikon ky shtet. Më kishte parë që fillim kur tërmeti, jo tani që unë po hav tortur, po më vdesin fëmijët nga ftoti. I lutem shtetit më siguroj sa më shpejt, më rregulloj jetesën e këtyre fëmijëve. Përkeqësimi I kushteve meteorologjike është shoqëruar dhe me ndotje masive të Bregdetit të Durrësit. Drejtori I ndërmarrjes komunale të plazhit Alfred Dhuli bën me dije për Bulevard Televizion se po punohet intensivisht për pastrimin e zonës. Përkeqësimi I kushteve meteorologjike ditët e para të muajit shkurt është shoqëruar dhe me ndotje masive bregdetare në qytetin e Durrësit, për shkak se dallgëzimi dhe erat e forta kanë nxjerrë në breg sasi të mëdha leshterikësh dhe mbetjesh të tjera, të cilat përfundojnë në det nga grykderët e lumenjve. Drejtori I ndërmarrjes komunale të plazhit Alfred Dhuli bën me dije për Bulevard Televizion se po punohet intensivisht për pastrimin e zonës në mënyrë që të jetë I aksesueshëm për vizitorët. Këtë rradh ishte një furtunal I paparë ndonjëherë, Bregdeti na u bë shumë ashtu gjithë lument na sollën veturina, plastika. Ne I hoqëm në rekord brenda 24 orëve, por leshteriku është sasi e madhe, është mbi 5000 metër kub leshterik. Rruga Kadri Roshi në Durrës ndonse mban emrin e një personaliteti të rëndësishëm, duket se nuk ngjall mjaftueshëm nderim për qytetarët e zonës, e as për kujdesin e institucioneve përgjegjëse, duke I dhënë kësaj rruge pamjen e një vend grumbullimi mbetjesh. Shpeshherë rrugët e qyteteve marrin emra të njerëzve të mëdhenj që kanë kontribuar në jetën e qytetit dhe jo vetëm si shenjë nderimi për ta. Por jo gjithnjë qytetarët dhe qeverisja vendore respektojnë këtë fakt, duke lënë në një gjendje të mirë rrugët e qytetit që mbajnë emra personalitetesh të mëdhenj. Ndonse përpara mikrofonit të Bulevard, banorët e zonës shprehen kritik ndaj gjendjes ku ndodhet rruga, në një vëzhgim të televizionit në rrugën që mban emrin e një prej figurave më të mëdha të kinematografisë shqiptare, Kadri Roshit, vjet re se ngjan më shumë një vend grumbullimi mbetjesh, duke mos respektuar kështu rëndësinë e emrit që rruga mbart. Me I hut plena të rrugave. Është e mirë ajo që të jetë sa më mirë veni pastër. Çfarë thosh? Fare nuk lejon. Gabimet më bën që I hunë këtu. Vion operacioni policor antidrog I zhvilluar në nëntor të 2022-shit, policia e Durrësit njofton se është vënë pranga një shtetas 25 vjeçar I shpallur në kërkim për akuzën e kultivimit të bimëve narkotike.
Vion operacioni policor antidrogi koduar Derveni i zhvilluar me 10 nëntor 2022. Gjatë këtij operacioni antidrog, policia shkatroi 2 ambiente ku kultivoheshin bimë narkotike. Me anë të llampave sekuestroi 206 bimë narkotike të kultivuara në vazo dhe shpalli në kërkim 3 shtetas për këtë veprimtari kriminale. Shërbimet e Komisariatit Policisë Krujë si rezultati punës lokalizuese dhe operacionale me qëllim vënje në pranga të shtetasve të shpallur në kërkim në kuadër të operacioneve të zhvilluara më parë, të mbështetura dhe nga inteligjenca informative, vu në pranga shtetasin me iniciale KZ, 25 vjeç, banues në fshatin Halil Krujë. Është arrestuar një 32 vjeçar dhe është vënë në hetim në gjendje të lirë një tjetër shtetas me akuzën e organizimit të lojrave të fatit. Është arrestuar në flagrancë një shtetas 32 vjeçar, i cili kishte përshtatur lokalin që kishte në përdorim me makineta dhe kompjutera për të organizuar lojra fati. Policia sekuestroi 4 makineta dhe 1 kompjuter që përdoreshin për kryerjen e kësaj veprimtarie të kundërligjshme. Gjithashtu janë referuar materialet në prokurori dhe ka nisur procedimi në gjendje të lirë për shtetasin GN, 52 vjeç, i cili kishte në pronësi lokalin ku kryhej kjo veprimtari. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Krujë për veprime të mëtejshme. Kryeministri Kurti ka zhvilluar një takim me të dërguarit e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Kryeministri Kurti u ka bërë thirrje fuqive perëndimore të mos ushtrojnë presion mbi shtetin e Kosovës për të pranuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka zhvilluar ditën e sotme një takim me ambasadorët të dërguar të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi. Albin Kurti u bëre një thirrje fuqive perëndimore gjatë një interviste për Associated Press që të mos i bëjnë presion Kosovës që të pranojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Shefi i ekzekutivit kosovar u shpreh se perëndimi duhet të përqendrohet që të bëjë Serbinë më demokratike. Sipas Kurtit, qeveria serbe duhet të pranojë pavarësinë të gjithë ish-republikave jugosllave në mënyrë që të përballet me të kaluarën. Ai gjithashtu theksoi se Beogradi duhet të anojë më shumë drejt Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe jo drejt Rusisë. Të dërguarit nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë vizituar vazhdimisht Prishtinën dhe Beogradin për të inkuaruar palët që të normalizojnë raportet dhe të përshpejtojnë rrugtimin e tyre drejt Bashkimit Evropian. Dialogu midis Kosovës dhe Serbisë ka nisur në 2011, po vetëm disa prej 33 marrëveshjeve të arritura janë zbatuar deri më tani. Plani evropian nuk është bërë ende publik, ndonse disa detaje të tij janë përcjell tashmë përmes mediave të ndryshme. Presidenti Zelenski pritet të vizitojë Brukselin në kuadër të takimeve për integrimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Presidenti i Ukrainës Zelenski pritet të zhvillojë një vizitë në Bruksel javën e ardhshme. Kjo do të jetë vizita e dytë e presidentit të Ukrainës jashtë vendit që nga fillimi i pushtimit rus. Kjo vizitë vjen menjëherë pas një samiti të nivelit të lartë dhe simbolik të Bashkimit Evropian dhe Ukrainës. Presidenti Zelenski do të flasë në një seancë të posaçme të Parlamentit Evropian. Ai ka dashur të udhëtojë edhe më parë drejt Brukselit, por kjo ka qenë e pamundur për shkak të rreziqeve të mëdha dhe ende nuk është konfirmuar vizita e tij. Kujtojmë se pak ditë më parë përfaqësuesit të Bashkimit Evropian kanë zhvilluar një takim me presidentin Zelenski me fokus bërjen e Ukrainës pjesë e familjes evropiane. Derbi Milanos Vishet Zikaltër, goli Lautaro Martinez ka qenë decisiv në fitoren e Interit përballë djajve të kuq të Pjolit. Interi ka fituar derbin e Madoninës ndaj Milanit duke u kthyer në vendin e dytë në renditjen e Serie A dhe duke zhytur edhe më shumë në krizë kuqezint. Dueli u vendos nga një gol i vetëm i Lautaro Martinez, por dominimi i zikaltërve në këtë sfidë ishte thuajse i plot. Zikaltërit ishin avantazh, por nuk rreshtën sulmet, duke u afruar disa herë edhe golit të dytë, teksa Milani nuk prodhoi thuajse asgjë në këtë ndeshje. Me këtë fitore e 6 dhe që tani i rrezikon Europën kuqezinjve. Është hapur java e 20 e Superligës Shqiptare me ndeshjen e luajtur në Arena Egnatia midis Egnatias dhe Tiranës, sfidë e cila përfundoi me rezultatin 1-2 në favor të bardhëbluve. Java 20 e Superligës Shqiptare ka nisur në Arena Egnatia të Rogozhinës, ku Egnatia Vendas e humbi 1-2 me Tiranën. Ndeshja nisi mirë për bardhëblut që kaluan avantazh pas vetëm 48 sekondave lojë. Krosimi nga e djatha e sulmit ka bërë që pasimi të shfrytëzohet bukur nga Përgjoni, me anësorin e majt që ka lëshuar një goditje fluturimthi për ta ndalur pas krave të sherrit. Vetëm 11 minuta më vonë Egnatia gjeti golin e barazimit me Duamena. Sulmuesi i afruar në merkaton e janarit kreu një realizim të bukur me pjesën e parë që u mbyll
mbill 1-1. Në 45 minutat e dyta Tirana do të shënonte edhe golin e dytë. Penalltia e fituar nga Bardheblut u kthye në gol nga Florent Hasani. Me këto 3 pikësh Tirana shkon në kuotën e 37 pikëve në vendin e parë, teksa Egnatia ende nuk i ka shijuar 3 pikët në vitin 2023. Me 27 pikë Rogozhinasit mbeten në vendin e 5, ndërkohë që pritet me interes transferta e Erzenit në Kamës përballë Kastriotit, nisur nga paraqitjet e mira të ekipit Shiakas në javët e fundit. Është zhvilluar këtë të shtunë në Durrës promovimi i romanit me titull Gjelat këndonin ndryshe të shkrimtarit e piktorit durrësak Artur Spanjolli. Gjelat këndonin ndryshe. Kështu e ka titulluar autori Artur Spanjolli romanin e tij të parë në gjuhën shqipe. Shkrimtari durrësak, i cili për vitesh jeton dhe punon në Firenze, ndonse ka botuar 7 romane të tjerë, vjen për herë të parë me një botim në gjuhën shqipe. Të pranishëm në promovimin e librit ishin personalitete dhe shkrimtarë të qytetit, ndër të cilët edhe Bashkim Hoxha, i cili vlerësoi lidhjen e ngushtë të shkrimtarit me vendlindjen, ndonse i larguar prej kohësh. Komisa ka lexuar që në dorëshkrim romanin Gjelat këndonin ndryshe të Artur Spanjollit. Paraprakisht më udhëqi një këndvështrim kurioz se çfarë mund të shkruajë një shkrimtar shqiptar i larguar prej vitesh nga Shqipëria dhe tashmë integruar në kulturën e një vendi tjetër. Sa për dieni Arturi ka mbaruar shkollën për pikturë në Durrës dhe më pas fakultetin e letërsisë në Itali. Kisha lexuar që ai kishte bërë disa botime të suksesshme shkruar në gjuhën italiane dhe kjo kishte krijuar paragjykimin se atë për të ishte tashmë i largët, i takon dhe një kohë shumë të largët. Por duke lexuar këtë roman, Gjelat që këndonin ndryshe, kuptova se shkrimtari atë e tij e ka gjithmonë me vete. I pranishëm në promovim ishte edhe drejtuesi i shtëpisë botuese Onufri, zoti Bujar Hudhri, i cili tregoi më tepër se si ra në kontakt me autorin dhe veprën e tij për ta sjellë për herë të parë në gjuhën shqipe. Dhe çuditërisht ka shtinë në mendje një italian, një botues italian, Livia Moci, në një konferencë për diasporën që bën në Tiranë para 3 vitesh, i cili insistoi me sinqeritet që mund ta raportoja, bërë shumë reklamë që është vërtetë. Këto ishin informacionet e përgatitura për sot, bashkë shihemi në edicionin e radhës.